Kur mendojmë për qytetet më të ndotura në botë, na vijnë në mendje imazhet e Delhit ose Pekinit, për të dhëna të reja duke zbuluar probleme të mpreta të ndotjes më afër zemrës së Evropës. Një studim i publikuar nga gazeta britanike The Guardian konstaton faktin se ndotja nga ngricat në Ballkanin Perëndimor është më e lartë në Europë. Nivelet e ndotjes në këtë rajon llogaritet madje se janë ndër më të lartat në botë. Dioksidi i karbonit në dimër në shtetet ballkanike rezulton të jetë mbi 30 herë më i madh se ai që shohim normalisht në Europën Perëndimore. Një nga pjesët më të vështira të studimit ishte kalimi i shumë kohës së trafikut nga ekspertët e mjedisit, duke ngarë makinën në rrugë të ngushta lart të poshtë kodrave të kryeqytetit bosnjak. Disa mbrëmje ishin dukshëm të mbuluara me mjegull në perëndim, ishte erë të qartë tymi dhe druri dhe qymyri në zonat e banuara. Ekipi shqyrtoi një pjesë të përzierjes së ndotjes nga Grimca, që tejkaloi udhëzimin ditor të Organizatës Botërore të Shëndetit për 66% të kohës dhe shpesh ishte më shumë se 8 herë më i lartë. Vendet më të ndotura ishin zonat e banimit ku ndotja e ajrit dominohej nga ngrohja e shtëpive, duke përfshirë djegjen e drurve, qymyrit dhe mbeturinave, së bashku me sasi të larta të hidrokarbureve që shkaktojnë kancer. Një flotë e vjetër automjetësh i ka shtuar problemet me ndotjen kryeqytetit bosnjak. Një automjet mesatar në Sarajevo është 19 vjeç, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar makinat kanë moshë mesatare 10 vjeç. Për të dalë nga kjo situatë emergjente, ekspertët u kanë rekomanduar autoriteteve bosnjake izolimin e shtëpive, ngrohjen qendrore, si dhe reduktimin e përdorimit të sobave në 9 zona prioritare të Sarajevës. Këto plane janë të nevojshme për të ulur ngrohjen me lëndë djegëse të ngurta dhe në ato zona 90% deri në vitin 2033.